Është interesante, Niku për shumë ka studiuar për shkollë ushtarake, apo jo, ndërkohë që unë nga ana tjetër kam qenë marrë me sport gjithë jetën në taekwondo dhe futboll. Dhe nuk e di ç'a ndodhi, se si e ku e mora guximin për të ndjek atë pasionin që unë kisha non stop në jetë, që ishte të shikoja filma dhe doja filmin. Don shumë guxim. E di si unë e shikoj kështu që në çdo profesion 5% ja dalin gjithmonë, në çdo profesion. Kështu që edhe te filmi 5% janë suksesshëm, 10% tjetër janë mesatar dhe pastaj të tjerët janë për mbijetesë. Kështu që gjithë lufta në çdo profesion bëhet për 5%-shin dhe mendoj që nuk e ndan edhe filmin kjo gjë, domethënë, është shumë e vështirë, filmi është ndërmarrje të A ke pas momente kur thjesht ke dashur me u tërheq nga kjo rrugë të cilën zgjodhe? Jo, se është shumë e madhe, është pasioni shumë i madh. Shiko, edhe nëse nesër pas nesër mund të ndryshoj drejtim në kuptimin e nëse larg qoftë, domethënë nëse shtrëngohet situata një farë forme, unë sërish do vazhdoj të bëj filma, po mund t'i bëj për qefin tim. Pra mund t'i bëj filma të shkurtër, një herë në vit për qefin tim, për atë zjarrin këtu. Kështu që në këtë sens nuk do rreshet kurrë. Ose do bësh aktor. Se di nga vjen, nuk e di. Interesante kjo. A do të ndronit pozitat? Jo, po se thot, kam dash bëj aktor, kam dash bësh aktor. Po në fillim kam dash bëhem aktor. Në fillim jam rrit me filmat e Nikut. Ma di se kam bërë 25.000 filma, 2-3 filma. Ka qenë një periudhë në Shqipëri që ne ishim shumë lidhur me televizionin dhe vetëm filmat e këtij, vetëm fytyra e këtij ishte në televizor. Edhe unë isha një 5 vite më i vogël. 5 vite më i vogël, ka qenë xhelos. Po, dhe domun. Kur e tha jo mrit, ngela pak se nuk e kuptova sa vite. Po, thoshte kur jam 20 vjeç. Po sepse domethënë unë kam qenë 17, Niku ka qenë 22. Po, okay. Po, për një 17 vjeçar ja akoma adoleshent, ndërkohë që filmi këtë ka, magjia e filmit është që kur jem personazh ti se kupton sa vjeç është djali, e kupton, ti shikon Nikun aty dhe ai mund të ishte edhe 25, 27, varet nga personazhi që ka. Kështu që pasioni im i parë ishte aktrimi, pastaj zbulova regjin, pastaj e kuptova që se pas kam pas me aktrimin e kam me filmin përgjithësi. Dhe që atëherë na kapi smundja. E vazhdova më tutje, por na bëj pak një krahasim se sa dallon filmi në Shqipëri edhe ai në Turqi. Nuk e di, për shembull në Turqi përgjithsisht realizimi e të gjitha. Jo, realizimi ka filluar, janë nivelet barabarta, nuk është më aty problemi. Problemi është në raport me publikun. Në Turqi për shembull ka një matematik tjetër që bëhet në seriale. E din se si do përplasen personazhet, e din se çfarë të ndresh, jo Daja është me Mbesën, jo po Mbesa s'doli fëmia e Dajës, jo po Njerka, jo po kështu. Futen në përca skuta, ujra që i tërheqin publikun shumë, dhe kjo është mbase matematika e serialeve në Turqi. Por nga ana e cilësisë,